votonte një votues, por akoma nuk mund ta themi me siguri se si qëndron e vërteta e këtij në lidhje me këtë pretendim. Ndërkohë një qendër votimi në Vlorë ka patur një diskutim ndërmjet kryetares së qendrës votimit me operatorin lidhje me procedurat e identifikimit. Edhe këtë rast KGZ po e verifikon se cila ka qenë sjellja e secilit prej këtyre dy funksionarëve. Për përqindjen, ndërkohë ju e konsultoni në mënyrë periodike në faqen e internetit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, po kështu edhe pjesëmarrjen sipas grup moshave, ku vazhdon të themi grup moshe e atyre votuesve mbi 65 vjeç të kenë përqindjen më të madhe të pjesëmarrjes deri pak më parë. Zoti Xhelibashi, ju sapo njoftuat edhe një herë që procesi i votimit përfundon në orën 6 pasdite, por në rast se ka votues jashtë hyrëve të qendrave të votimit do lejohen të votojnë, ndërkohë sa i takon të pjesëmarrjes. Shihet se mund të themi në një farë mënyrë ka një bojkot të rinjve të procesit zgjedhor të pjesëshëm. Nga eksperienca juaj ndër vitet dhe në drejtimin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, si e lexoni këtë pjesëmarrje të ulët të rinjve? Në lidhje me pyetjen e parë, nëse në momentin e mbylljes së qendrës votimit do të gjenden votues jashtë qendrës votimit, pra në orën 18:00, Komisioni i qendrës votimit duhet të evidentoj ata votues të cilët gjenden në atë moment jashtë qendrës së votimit dhe do të lejoj për të votuar vetëm ata votues të cilët do të jenë pjesë e kësaj liste apo e kësaj evidence. Askush tjetër pas orës 18:00 nuk mund të lejohet të votojë. Tani për sa i përket pjesëmarrjes së ulët të votuesve që i përkasin grup moshës 18 dhe 24, është një trend në përgjithësi edhe në vendet e tjera që përgjithsisht kjo grup mosh votuesish nuk është se kanë interes të madh për të qenë të aktivizuar në procese politike. Me sa duket edhe Shqipëria nuk më përjashtim nga ky trend europian të themi apo dhe global, pak pra sa unë e njoh që është kështu. Dhe nuk është çështje e asaj se çfarë ka bërë Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, sepse ne kemi bërë vërtet shumë në bashkëpunim me partnerë të ndryshëm për të nxitur pjesëmarrjen e të rinjve në procesin zgjedhor, por me sa duket edhe partitë politike vetë apo dhe organizata të ndryshme të shoqërisë civile do duhet punojnë më shumë në aspektin e nxitjes së kësaj grup moshe për të qenë më interesuar për proceset politike që zhvillohen. Do të pyesja për një rast në fakt që ka ndodhur në Florë, nuk e di nëse jeni në ndjenjë apo jo dhe keni marrë informacionin për shkak se ka dalë pamje. Ka qenë në një qendër votimi ku në një flet janë shënuar numrat 3 shifror që kanë qytetarët në listën e votuesve dhe ky numër mbahet shënim nga komisioneri i Partisë Socialiste, i serviret më pas zyrës ose le të themi regjistrit patronazhistëve që ata kanë, duke shënuar kështu se cilët qytetarë kanë votuar dhe cilët jo. Pra, sërish një tjetër rast i